Flasim për fushatën dhe shumë çka tjetër. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty Riada që je prezente këto me neve në studio për me diskutu si që ceku jeta për fushatën e për shumë gjëra tjera. Ka vetëm edhe disa ditë që na ndajnë nga dita botërore e sindromës Down, edhe deshta nga ti që me nda me neve dhe me audiencën se si do ta manifestoni këtë vit si shoqat. Atëherë, po, për pak ditë jemi drejt ditës botërore të personave me sindromën Down 21 marsit. Mirë po, organizata Down Syndrom Kosova, aktivitetet e marsit i fillon qysh ndoshta në fillimet e muajit. Kemi fillu me lancimin e aktivitetit Një kartolim për ty, ku bëhet tash e disa vite me radhë. Tutje kjo është vazhdu me bashkëpunim me Telekomin e Kosovës, është lansu numri 55-550. Në prapë ka qenë në bashkëpunim me Valën, ku gjithë qytetarët do të kenë mundësinë dhe të japin kontributin e tyre për organizatën, duke e dërgu një SMS në këtë numër me tekstin me zemër, dhe do të kthehet një SMS tjetër ku të ju falenderon Down Syndrom Kosova, falenderon për kontributin tuaj në organizatë. Tutje do të vazhdohet, do të bëhet dhe hapja e linkut GoFundMe. Arsyeja dhe qëllimi kryesor i këtij 21 marsi do të jetë ngritja e fondeve. Stabiliteti financiar, ngritja e fondeve. Po fushata me moton Hej Kosovë dhe sa, çfarë synimi ka dhe pse është kaq e rëndësishme? Fushata me moton Hej Kosovë dhe sa për ne përçon një vlerë dhe një rëndësi të madhe për faktin që po drejtohemi te Kosova dhe po pyesim edhe sa kohë qytetarët e Kosovës me sindromën Down do të lëbojnë për drejtat e tyre bazike. Arsyeja pse është këtë vit në qëllim ngritja e fondeve është për faktin se nuk kemi një mbështetje të vazhdueshme institucionale. Kjo është edhe qëllimi pse është drejtuar te Kosova dhe është pyet që edhe sa kohë kemi me lobu me avoku për të drejtat e personave me sindromën Down, mirë po jemi në diskutim janë disa të drejta të cilat janë bazike, ofrimi i shërbimeve, punësimi, këto janë ato që ligji kushtetuta u garanton edhe për personat me sindromën Down. Do me thonë, nuk ka ndonjë përmirësim për sa i përket qasjes së shoqërisë dhe institucioneve ndaj personave me sindromën Down? Nëse nisemi te fakti sa i përket qasjes së shoqërisë, jemi çdo herë drejt përmirësimit. Çdo herë shoqëria e shet që personat me sindromën Down kanë potencialin e tyre, organizata lëbën edhe është avokon jo vetëm për të drejtat e personave me sindromën Down, por në përgjithësi për aftësinë e kufizuar. Mirë po sa i përket asaj se apo na ndëgjojnë institucionet vendore, me faktin që ende jemi në kërkim e sipër të drejtave të mbështetjeve, po e shohim që nuk po e përçojmë ndoshta mjaftueshëm, s'po shkon zoni jonë mjaftueshëm aty ku duhet. E po shpresojmë shumë që këtë vit kemi thjesht me i fitu disa drejta, disa mbështetje bazike, e ndoshta ka më ardh vim na i herë në ditën pjesën ideale ku prej Hej Kosovë dhe sa mri me thona herë Hej Kosovë faleminderit për mbështetjen edhe për gjitha ato që thjesht janë gjana meritore që edhe personat me sindromën Down i kanë edhe ligji të drejtat ja u garantojnë. Ndoshta vjen dita me ndru moton kështu. Shpresojmë shumë që vjen dita me ndru, shpresojmë shumë që vjen dita me ndru moton. Riada, po me çka përballen më shumë ti personat me sindromën Down vendin tonë? Po sfida kryesore është, do të thonë, fillojmë duke prej ofrimit të shërbimeve. Në organizatën Down Syndrom Kosova ofrohen gjitha shërbimet pa pagesë. Mirë po për sigurimin e shërbimeve dhe për ofrimin e shërbimeve mjaftueshëm sa ka nevoja antar është goxha sfiduese. Në 5 qendrat ku DSK-ja, ku Down Syndrom Kosova operon, marrin shërbim rreth 300 përfitues. E për me ofru ky shërbim janë goxha të kushtueshme. Mirë po përveç shërbimeve vazhdojmë ende me has sfida qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin arsimor, me thonë ende ka raste kur DSK-ja duhet mobilizohet edhe të orientohet qoftë në një kontroll të shëndetësore për një person me sindromën Down, apo qoftë në pranimin për një klasë të rregullt, gjetjen e asistentëve. Këto janë sfida që përveç personave me sindromën Down, bashkërisht me ta dhe familjarët e tyre jasin edhe janë sfida që ballafaqohen çdo ditë. E për të rriturit ndoshta ndër tjerat ajo që na lobojmë gjithkohës është edhe punësimi i tyre. Për shkak se punësimin e personave me sindromën Down e garanton edhe ligji. A janë shërbime shëndetësore ajo esencialja që ka njerëzit me sindromën Down kanë nevojë, apo ka edhe shërbime të tjera cilat ata kanë nevojë? Paralel shërbimeve shëndetësore cilat janë esencial janë edhe shërbime terapeutike. Për mirëritjen e personave antarëve me sindromën Down duhet patjetër të bëhet intervenimi i hershëm. Programi intervenimit të hershëm dhe edukimit është program që ofrohet në organizatën Down Syndrom Kosova. Marrin shërbim antarët prej 0 deri në 12 vjeç, pra këto shërbime terapeutike janë qendrore për një jetë shumë
thjesht të njëjtë mirëfillt për në të ardhmen. Po si është situata aktuale sa i përket këtyre shërbimeve, si shëndetësore, si mbështetëse? Aktualisht në programin për intervenimin dhe edukimin e hershëm ofrohen shërbimi psikologut, logopedit, terapistit të zhvillimit, fizioterapeutit. Në programin ku marrin shërbim para adoleshentë dhe të rriturit, pra prej moshës 12 vjeçare tutje të rriturit, ofrohet shërbimi i punëtorëve sociale. Në organizatë ofrohen këto shërbime, maksimalisht tentojmë me evitu listën e pritjes, maksimalisht tentojmë që asnjë antar që drejtohet në organizatën Down Syndrome Kosova mos të jetë në listën, mos të jetë gjatë paktën në listën e pritjes, mirë po ka raste kur një antar ose një prej antarëve ndoshta ka nevojë të marrë shërbimin e logopedit, po e zojmë 4 herë në javë, shërbimin e terapistit të zhvillimit 4 herë në javë, mirë po në pamundësi për shkak të fondeve, për shkak që nevojës madhe për numrin ekstra të stafit, atëherë ai shërbim përgjithmonë ndoshta edhe duhet jepet vetëm 2 herë ose nga 1 herë në javë. Kjo është ajo që ka tunkohen për këtë arsye kërkohet mbështetja financiare që në mënyrë që secili prej antarëve, secili antar ose person me sindromin Down që drejtohet në organizat të ketë mundësinë atë sa është e nevojshme për të, aq herë të marrë shërbimin e nevojshëm që t'i ofrohet ai shërbim. Po çka ka ndikuar që të rrezikohen këto shërbime edhe mandej të ekzistojë edhe mundësia që të ndërprehen? Me që nuk kemi në mbështetje të vazhdueshme institucionale, dhe me thonë me që si organizat funksionon me anë të donatorëve, me anë të fondeve, edhe mbyllja e donatorëve edhe të jashtëm ndërkombëtare dhe tjera, dhe me thonë janë gjëra që ndikojnë drejt për drejt në ofrimin e shërbimeve dhe në sigurimin e fondeve. Kjo është arsyeja që na ka shty që ky 21 mars të koncentrohet edhe tjetë direkt në qëllim ngritjen e fondeve edhe stabilitetin më të mirë financiar. Po pasi që jemi ende në fillim të vitit themi se po shkon koha, çka kishe dashur me ndru sa i përket qasjes për personat me sindrom Down vendin tonë, dhe çka duhet me ndru tek ne? Realisht në çka ne duhet si shoqëri me bo është thjesht për një trajtim të barabartë. Nuk është nevoja diçka më të veçantë të bëjmë për personat me sindromin Down. Mjafton të plotësohen të drejtat që siç e thash disa herë u garanton ligji, u garanton kushtetuta dhe të trajtohen të barabartë. Pezojmë rastin kur punësohet një person me sindromin Down, ne bëjmë nëse organizate, bëjmë edhe monitorimin social, përcjellim edhe adaptimin në vendin e punës, edhe ajo çka ne drejtohemi te bizneset, edhe thojmë është thjesht raportet edhe mënyrën që shkrijon raport me një koleg tjetër, të njëjtën çështje duhet me pas edhe me një person me sindromin Down. Në faktin që e kemi pa zotin për me mbajt një vend punës, a mbrin me kalu sikur se gjithë tjertë një. Me thonë një qasje e barabartë, një shikim pa paragjykime, një qasje pa e pasat paragjykimin që jetu komuniku me një person me sindromin Down, thjesht me pas një trajtim barabartë si krejt është çelësi ndoshta i suksesit edhe i raporteve të mira me gjithë tjerët. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bojmë ne me personat me sindrom Down? Po, ndoshta që ajo edhe siç e thash më herët, paragjykimet, një ndër gabimet që shpesh tentojmë me evitu dhe tentojmë me përçu të tjerët është që me ka raste kur rritet e tjerët edhe të rriturve me sindromin Down i drejtohen me atë qasjen e një fëmije. Jo, janë të rritur, kanë emocione, përjetojnë emocionet sikur se gjithë një tjerët, nuk ka nevojë me pas vetëm me shku dhe me përqaf një person i të rritur me sindromin Down, thjesht qysh e sheh një raport, qysh e ki një qasje me një 18 vjeçar tjetër të rritur me zhvillim të bëk, një të në qasje pritet me pas edhe me një person me sindromin Down. Thjesht mos me u pas si aftësi pa tjetër vetë se si aftësi e kufizuar, po me pas atë qasjen e barabartë edhe të mirëfill sikurse me gjithë të tjerat. Përkundrazi këta janë persona që kanë inteligjencë mjaft të dukshme kështu emocionale, kështu që ke shumë drejt që po thu që duhet me u qasë si njerëz me edhe janë ka vlen tjetër të cekët është që zhvillimi i tyre është shumë individualist. Nuk mund të themi që gjithë personat me sindromin Down kanë një nivel të njëjtë të inteligjencës ose kanë një diçka të njëjtë. Jo, janë shumë individualist. Ka shumë mite edhe që tjera tutje dalin fakte që ne tentojmë mi evitu që shumë shpesh i hasim edhe në literatura ndryshme që personat me sindromin Down nuk jetojnë shumë gjatë ose përngjajnë secili me njëri tjetrin, jo, përngjajnë me familjarët e tyre. Databazat tona ka edhe persona edhe antarë mbi moshën 50 vjeçare, japin veç dashni, jo, nuk japin veç dashni, ofrojnë i përjetojnë gamën e emocioneve siç e përjetojmë gjithë ne. Këto janë disa që po shpresojmë shumë që po shkojmë me kalimin e kohës tu evitu, tu tregu faktet që
e kundërta, më thonë, nuk janë për atë arsye, tentojmë që shumë me qenë aktiv ndoshta edhe rrjetet tona sociale, qoftë në Facebook, qoftë në Instagram, edhe me postu edhe pjesë kur antarët tonë punojnë, edhe pjesë kur ata janë shumë storje suksesi, ku janë shumë sukses, shumë thjesht gjatë forme i tregu shoqënisë që nëse ofrohet mbështetja e nevojshme dhe dur, e tregojmë potencialin e tyre. Po paragjykime, a ka ende, apo ka fillu... Vazhdojmë me pas ende para gjykime, mirë po shpresojmë shumë që çdo herë po shkojmë drejt përmirësimeve, çdo herë po shkojmë, jo rastësisht ndoshta e bojmë ka qenë aktiviteti një kartolin për ty, përveç që gjeneron të ardhra për shoqatën, në qatë formë për ju tregojmë edhe shoqërisë edhe vendit që ato kartolina punohen nga vetë personat me sindromën Down. Do të thonë, antarët ndikojnë direkt në gjenerimin e të ardhrave për organizatën e tyre. Do thonë, ne kemi punëtorinë e kartolina, ku punojnë antarët me sindromën Down, punojnë stafi, praktikant, vullnetar, prindrit, mirë po në atë formë, një farë forme po tentojmë me eduku shoqërinë edhe me tregu që arrinë edhe thjesht nuk është e nevojshme të jenë evidente para gjykimet. Po, po besoj që edhe muj me thonë njërish që ka hala kemi shumë hapësirë për përmirësime, mirë po me shpresën që po shkojmë drejt asaj që mi evitu edhe mi pas përmirësime sa ma shumë gjatë gjithë kohës që ne punojmë dhe avokojmë për këtë drejtim. Po sistemi arsimor në Kosovë, sa është i qasshëm për fëmijët me sindromën Down edhe sa janë kushtet e volitshme për që ata me u edukua edhe me u rritë si që duhet? Edhe të kjo pjesë ka shumë hapësirë për përmirësime, edhe të kjo pjesë lë shumë për të dëshiru. Fillimisht ndërsa të fillu me trajtimin e mësimdhënësve, me trajtimin e stafit, me trajnime të ndryshme për ta, që Down Syndrome Kosova shumë shpesh edhe të shpeshta janë raste që i ofron edhe këto trajnime për mësimdhënës në qasje, jo pse duhet pa tjetër me qenë një qasje më e veçantë, mirë po ka raste që duhet jetë ndoshta një menaxhim i sjelljes ose duhet ketë që një mësimdhënës të jetë i aftë edhe të di edhe atë qasjet barabartë. Ose tjetra është të shpeshta kemi rastet kur edhe për një antar që ndoshta nuk mundet me ja dalë me qenë edhe në klasë të rregull, shpeshta janë rastet që ndoshta hezitojnë mësimdhënës ose hezitojnë që me qenë pjesë e klasës. Kemi edhe në fushën e arsimit ka shumë hapësirë për përmirësime, edhe të ajo po tenton që Down Syndrome Kosova me mbulu ndoshta edhe atë pjesë edhe me thjesht me ofrimin e trajnimeve, një ton kohën jemi në kontakt me mësimdhënës për antarë që i kemi në klasa dhe ju thojmë që për çka do që ata ka nevojë në qoftë mbështetje profesionale ose çfarë do lloj informacioni që është e nevojshme dhe e shohin të nevojshme me përfitu prej neve si organizatë, se ka jashtë gjithmonë e hapur për këto raste, mirë po ende ka raste që duhet intervenohet ndoshta që për shkak të mungesës së asistentëve hezitohet me u pranu në klasë një antar, e që fillimisht e shohim këto që arsimimi dhe shkollimi është e drejtë ligjore që për secilin individ. Mirë po, shpresojmë shumë që çdo herë kemi me qenë drejt përmirësimit këtyre gjërave edhe thjesht kemi me shku ka ajo që mi evitu maksimalisht edhe thjesht mos me has në sfidat, pakte në sfidat të tilla viteve në vem. Po, cilat janë ndoshta sfidat ose vështirësitë më të mëdha që përballen prindërit e fëmijëve me sindromën Down? To që i cekëm deri tash, dhe me thonë, në aspektin arsimor mundet me qenë këto sfida, kemi raste në shtanaj herë që në edhe aspektin shëndetësisë, profesionist nuk janë shumë, ndoshta jo, nuk janë të zot fushës, mirë po nuk kanë shumë njohuri si të qasë ndaj personave, qoftë me sindromën Down apo në përgjithësi me aftësinë e kufizuar, këto munden me qenë ndër sfidat ose familjarët e të rriturve është kogja sfiduse nëse shohin një antar tyre mbi moshën 20 ose mbi moshën 30 vjeçare në veç në pasiv, veç të shtëpia ose veç në telefon, e tu pas mundësi ose tu shpresu që mundet me qenë një punësim edhe nëse gjendet një vend i punës që secili antar mundet me koni përshtatshëm me bo me tregu potencialin e tyre, pse jo? Do me thonë, këto janë ato sfidat bazike, ndoshta mund të themi që hasem përveç antarëve, përveç personave me sindromën Down, ballafaqohen edhe familjarët e tyre me po të njëjtat sfida. Edhe për fund, çfarë mesazhi do doni ti përcjellni të gjithë atyre prindërve që kanë fëmijë me sindromën Down edhe që ballafaqohen çdo ditë ndoshta me kushtet që ky vend i ofron? Ne çdo herë jemi të hapur për gjithë personat edhe për gjithë familjarët. Do me thonë, gjithë ata që kanë familjarë ose fëmijë persona me sindromën Down janë mëse të mirë se ardhur të them në atë formën në organizatën Down Syndrome Kosova. Aty ofrohen përveç që ofrohet shërbimi për
antarët dhe për personat me sindromën Down, ofrohet mbështetje edhe për familjarët. Dhe me thonë, jemi çdo herë në kontakt me familjarët, jemi çdo herë, ndoshta ma tepër mesazhi jam edhe ma tepër kisha më u drejtu këtë vit drejt Kosovës, drejt institucioneve vendore, thjesht me shpresojmë që kemi ka mu dëgju zoni ju aty ku duhet edhe kemi me marrë qatë mbështetje të nevojshme qoftë institucionale apo vendore, mirë po këtë vit e mira është që kushdo prej qytetarëve, kushdo që shpreh vullnetin e mirë, me 1 euro një SMS mundet me kontribu dhe me dhoni kontribuat në organizatën Down Syndrome Kosova. Faleminderit shumë për krejt informacionet Riada dhe për gjitha mesazhet që i përcjelle dhe po besoj që do shkojnë në vendin e dur edhe do kenë zërin e dur. Faleminderit. Faleminderit shumë juve për hapësirën dhe për ftesën e emisionit. Faleminderit, urojmë shumë suksese, Riada. Faleminderit shumë.